Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar rikthimin e ekspertëve të optat në SPAK, duke theksuar se ky veprim duhet të shihet si një përpjekje për të luftuar korrupsionin dhe jo si një mbështetje të SBA-ve për këtë institucion. Ai ka kërkuar reformimin e SPAK-ut, duke akuzuar këtë strukturë për shndrimin në një prokurori politike të kontrolluar nga Edi Rama. Unë mund pohoj këtë si një përpjekje për të luftuar korrupsionin, por unë mund pohoj edhe një herë se një prokurori politike nuk legjitimohet kur në një vend. Dhe besoj se skapi kështu siç është, ka faktuar shqiptarëve dhe botës se është një krah i armatosur politik me ligj i drejtësisë i Edi Ramës. Meqense e shtron këtë çështje, theksova dhe sot po e theksoj edhe këtu. Një reagim Berisha e kishte gjithashtu edhe për mbylljen e TikTok-ut, duke i quajtur këtë vendim një akt pa precedent, censure pa një bazë ligjore. Sepse unë kam shkarkuar një dhe aje përmbush funksionin, por kjo do të hyjë në histori si një ditë e zezë e censurës, si një akt madhor censure pa asnjë ligj, pa asnjë bazë, thjesht të njëjtin vendim që mori Habibullahu i Kabulit, mori dhe Habibullahu i Tiranës. Në traditën e tij atrore, njeriu që Ai ka thirrur një protestë kombëtare kundër këtij vendimi, duke e konsideruar si një hap të rrezikshme për lirinë dhe të drejtat e qytetarëve.